Qytetarët në veri të Lumi Tibër nisën të faturohen për energji elektrike nga janari 2024-tës. Por disa nuk i pranuan këto fatura me rregull, me që një pjesë e tyre fillimisht u faturuan paushall pasi nuk u janë vendosur njësorët elektrik. Megjithatë shpenzimi i energjisë qofti matur apo paushall nuk u paguan nga të gjithë banorët e veriut. Andaj së fundmi Kesko dhe Elektrosever, si dy kompani të licencuara për furnizim me energji, kanë filluar të shkyqin nga rrjeti energjetik krejt ata që u kanë borxh. Mu më ka orë 2220 euro, do me thonë. Rrim, jenarë ma kanë shkput. Unë jam shkoj, kom pagu, kom thonë sa do të kanë thonë 350 euro marë me ta lidh. Ata jenarë me nga gjysore kanë lidh, kom pagu une, kanë thonë dësh me pagu me rata. Kom thonë sa është rata, kanë thonë 148 euro. Vetë se me mënyrën e veprimit s'po pajtohen banorët e veriut. Ata me legjë do të marrë 15 ditë me të paralajmu ty, me ta cek një datë, afat, pe që ka, dhe që ka dësh me pagu që të pare, këta nuk e narë. Pe janarit, do me thonë, do në misën mu 148 euro, por në me bo pagesë. Shqetësimi kryesor i banorëve mbetet mosdërzimi i rregullt i faturave, ndonë se thonë se nuk janë kundër pagesës, por kundër mënyrës së zbatimit të procesit. Ose nuk e pranu t'i fatur një vjetë, edhe ta është i mas një vitet vjen 1.500 euro, është kosta e madhe për një familje me hikë. Në më thonë është sen normal që është prit, por shumica e qytetarëve nuk kanë qenë të njoftum. Në anën tjetër nga Kesko thonë se kjo është në vazhdën e veprimeve në tërë territorin dhe veriu nuk bën përjashtim. Në rastet të caktuara ku vlerësohet nga Komisioni Përkatës se ekziston hapësira për marrëveshje, mund të ofrohet marrëveshje për riprogramim të obligimeve. Megjithatë, këto janë raste shumë specifike dhe trajtohen individualisht. Andaj mund të ndodhë që raste të tilla të ketë edhe në rajonin e Mitrovicës. Ndryshe, rryma në pjesën veriore të vendit nuk ishte paguar asnjëherë nga qytetarët, teksa dëmi që kishte paguar shteti i Kosovës kalon shumën e 300 milion eurove.